Gjykata e Tiranës ka liruar nga qelia dhe ka caktuar masën arrest shtëpie për Tomor Shukullin dhe Valentina Koltakun, dy shoferët që aksidentuan për vdekje 7-vjeçarin afër kthesës së Kamzës me 25 shkurt. Prokuroria kërkoi masën arrestit me burg për të parin dhe arrest shtëpie për Valentina Koltakun, por gjykata caktoi për të dy masën e arrestit shtëpiak. Tomor Shukulli deklaroi para tokave të zeza se ndaloi dhe i dha disa para, të cilat i ranë në tokë, por drejtuesi thotë se nuk e ka parë. Ndërkohë, Valentina Koltaku ka deklaruar se ka qenë njëherë pas Horistradës dhe nuk ka patur fushpamje. Të dy kanë shprehur tronditje për ngjarjen e rëndë që thonë se është aksidentale. Shukulli tha se vetëm u përpoq ta ndihmonte të miturin duke i ofruar disa para. Në pamje shihet se i mituri fillimisht e kërkon lëmosh Shukullit teksa kishte ndaluar në semafor. Pasi i dha disa monedha, semafori bëhet jeshil dhe Tomor Shukulli shtyp gazin për t'u larguar. Por për fat të keq, përpara makinës së tij ndodhej 7-vjeçari, i cili po mblidhte monedhat që i kishin rënë në tokë dhe fatkeqësisht shoferi nuk arrinte që ta shikojë. Fatale për të miturin ishte shtypja nga automjeti tjetër pas që drejtohej nga Valentina Koltaku, e cila kalon mbi trupin e të miturit. Tomor Shukulli ka ndaluar automjetin pasi ka dëgjuar ulërimat e qytetarëve që panë më pas të gjithë ngjarjen tragjike. Ai ka marrë të voglin dhe e ka dërguar në spitalin e traumës, por nga aty ai u largua pa treguar se ishte ai që e kishte aksidentuar fillimisht. Shukulli dhe Koltaku u arrestuan nga policia pasi u identifikuan nga kamerat e sigurisë.